Mashallah. Mashallah. Shpresojmë që mos ketë mundin e çibuk. Mashallah. Po. Dhe një pyetje që na ka ardhur shumë shpesh, a lejohet ta kthejmë roiqen nga kolonia ku ka dalë? Dhe ne ju themi që edhe kjo është dikonis perfekte, po shifet vetë edhe pjella. Atëherë, përshëndetje të nderuar miq, ne sot përsëri para juve po paraqitemi me një epizod të ri e që ka të bëjë me kalendarin e bletarit ashtu siç kemi filluar projektin e ri. Për këtë epizod ne do të fillojmë të flasim për muajin maj, muaji i cili vetëm se fillon që të ketë më shumë pruarje për shkak se koha vetëm se fillon të jetë edhe më e nxehtë, por fatkeqësisht këtë vit siç duket se pak sa pranvera do të na avanoje dhe ne tan këtë muaj po i them është vërejt se është koha e ndryshueshme. Jashtëzakonisht ka qenë ndryshueshme dhe në momenti kur kohrat të jenë të ndryshueshme për bletën do të thotë fatalitet. Kështu që por sido që të jetë ne do t'i cekim disa pika shkurtimisht se çka duhet të ketë parasysh një bletar në kopshin e bletarisë për këtë muaj. Qëllimi kryesor i këtij muaji, pa i them, ashtu sipas literaturës dhe hulumtimeve që i kemi bërë në internet dhe konsultim edhe me bletarë tjerë, është qëllimi kryesor që ta parandalojmë roiqen ose siç është shqip luzmën. Përpos kësaj, domethënë kjo është qëllimi kryesor, parandalimi i roiqes ose luzmës te kolonitë e forta, normal. Pastaj neve duhet të bëjmë edhe disa intervenime tjera, ata cilët kanë në plan të tyre që të grumbullojnë polenin, është ky muaj pikërisht ideal për të vendosur rrjetet e polenit dhe për ta grumbulluar ose kurthet e polenit dhe për ta grumbulluar ata. Po sido që tjetë, duhet të ketë parasysh se poleni duhet mbledhet aq sa nuk e dëmton koloninë. Ashtu nuk preferohet më shumë se 2 ditë tek një koloni, po ashtu edhe nuk lejohet që ato koloni ti trajtoni kundër varrohës, sidomos me preparatet të cilat janë shumë të dëmshme për shkak se duhet poleni të jetë i pastër. Normal, siç e potencoj edhe pajtimi, një nga, domethënë veprimet tjera që duhet të ketë një bletar në kopshin e bletarisë, edhe për këtë muaj, është kontrolli për ndonjë sëmundje. Mos rastësisht që ka nozemoz ose kjo vazhdimisht, por se patjetër që duhet të ketë parasysh, normal që duhet vrehet zhvillimi i mbretreshës, domethënë sa është aktive, sa është e zhvilluar dhe e fortë, e fuqishme. Pastaj normal që duhet të ketë edhe pastërti rreth kopshit të bletarisë dhe kështu me radhë. Domethënë tani ne do të fillojmë pajtim edhe praktikisht që ta shpjegojmë se si janë mënyrat për parandalimin e një roi ose luzme e që ka të bëjë pikërisht me këtë muaj. Po shumë saktë që thave, po unë deshta para se të shkojmë ta shohim një koshere, disa shtesa deshta ti më. Po, fillimisht deshta ta cekje se muaji maj në këtë vit 2025, se jemi sot data 11 maj, ka qenë një muaj thuajse fillimi i prillit ose mesi i prillit. Domethënë aq ka qenë i dëmshëm, po ashtu edhe kolonitë nuk janë zhvilluar aq sa duhet për shkak se temperaturat që ishin të ftofta në muajin prill, kishim temperatura minus, këto banën shkatrimin e shumë bimëve të cilat japin nektar dhe polen. Kurse në këtë muaj kemi kullosën kryesore tek ne është akacia ose bagremi. Edhe këtë kullosën nuk arritëm ta marrim për shkak se koloniat nuk ishin të zhvilluara deri në gjendja me ushtri sa ne të kemi mundësi ta vjelim edhe mjaltin e bagremit. E kjo do të thotë se në ato vende cilët është mundësia, domethënë për ta thith nektarin e bagremit ose akacias, vetëm se bletari duhet të përgatitet për ta hequr mjaltin cilin e kanë grumbulluar bletët gjatë kësaj periudhe. Do bëhet fjalë për mjaltin e akacias ose shërdelën në Shqipëri, se edhe atje është normal. Domethënë bimë e cila zhvillohet në këtë muaj. Të gjithë ata cilët e kanë pas këtë mundësi, ato kanë mund të realizojnë. Fatkeqësisht ne nuk kemi mujt në vendin tonë. Nuk është patjetër me uhet, mirë po, në qoftë se dëshiron ta ndajsh, mund ta grumbullojsh atë pak mjaltë çka
e ka grumbulluar në bletat dhe mund ta shfrytëzoj si mjalt të sherebelas ose të akasias. Kështu që ne fatkeqësisht këtë vit nuk kemi pasur atë fat që ta shfrytëzojmë këtë lloj bime dhe mrekullie. Tjetër punë që mund të bëjnë një bletar, t'japin kështu vetëm si informacione teorike, është ndarja e kolonive. Kush do me bon shtesa, është muaj perfekt, muaj marr për shkak se kolonitë janë të zhvilluara mjaft. Dikun kemi 8 pjellë, 10 pjellë, 12 pjellë, varësisht zona ku jeni dhe moti, që janë shumë faktor kryesor, por se ndarjet më mira bëhen në muajin maj, për shkak të nektarit. Kuptohet edhe duhet të ushqen ndarjet. Puna tjetër që mund bëjnë bletari, si informacion e japmi, është prodhimi i mbretreshave. Në muajin maj, prodhuesit e mbretreshave bletar të cilët prodhojnë mbretresha, fillojnë pikërisht në muajin maj, pastaj vazhdon edhe muaji qershor. Por për muajin qershor do të vazhdojmë në muajin tjetër. Po, edhe epizod kështu që, tjetër. po, kuptohet, kështu që sot do të hapim një koloni, do të shohim cilën, dhe do të shohim kornizë pas kornize, intervenimin e dur, gjendjen e kolonisë, gjendjen e mbretreshës, rezervat që janë me ushqim, a ka polen ose jo, kështu me radhë, nëse ka nevojë vendoset edhe kati, nëse nuk ka nevojë, e vazhdojmë edhe një kat derisa të vjen në gjendje të vendoset kati. Siç e theka më herët, koha na ka pamundësuar zhvillimin e kolonive. Pa humbur kohë, do ta marrim një koloni nga para. Praktikisht, domethënë të fillojmë punën. Atëherë, fillojmë pajtim. Vazhdojmë. Të nderuar shikues, sot kemi përzgjedhur që ta kontrollojmë këtë koloni, edhe pse kemi koloni dykaqe, por tek të cilat tashmë është bën intervenimi, edhe për atë zgjedhëm një kaqe që nëse ka për nevojë intervenim, të shihni edhe ju intervenimin e duhur. Kjo është edhe arsyeja pse përzgjedhëm koloni dykaqe, apo ja Lil? Domethënë kjo edhe është një nga mënyrat e cila mund të vlej për atë që e potencuam në fillim për ndaljen e luzmës ose roiqes. Nëse ka nevojë, normal. Po nëse dojmë bën ndarje, mund bëjmë edhe ndarje, po nëse s'dojmë të mërëm mjalt. Hajde Lil, pak shoh pak tim. Pritëm pak të shohmi. Por nga pamja duket perfekt. Si shpesh shofën Lil. Vetëm pak. Ja. Nga sipër, mashallah. Mashallah. Shpresojmë që mos ketë bënë një çibuk. Mashallah. Kjo shihet se është një koloni e fuqishme. E fuqishme, përderisa ka edhe blet në tavanin e kosherës. Ka nisë edhe të bëhen hoj. Ja. Tash siç e dini, siç e kemi potencuar në çdo koloni, krijojmë hapësirë punëse dhe fillojmë kornizat një nga një, duke filluar nga e para për shkak se ka mjalt, nuk rrezikohet edhe mbretresha. Alin, mundesh pak ti me shit se koha është pak si me erë, po ashtu edhe vranët. Kohë e cila i mund të agresivitet të shkaktoj tek bletët. Po ashtu mund të ketë sinjale shiu dhe gjithë bletat kthehen në koshere. Do të mundohemi që butësisht të qetësojmë atë sa kemi mundësi. Hajde me bismillah. Korniza e parë. Korniza e parë është për plot polen Halil. Për plot polen. Nëse ka një anës, kurse ana tjetër ka mjalt. Dhe polen. Shohim kornizën e dytë. Në shumë kujdes. Korniza e dytë shihet se është në pjellje. Dikun 90%. Shohim edhe për çibuk në qoftë se ka. Nuk besoj që do të jetë çibuk, por shih se nga korniza kjo kuptoj se ka hapësirë, nuk që nuk ka. Shihet vajtim se është pak agresive. Korniza e 9 ose korniza e dytë si do në llogaritni? Vazhdojmë me kornizën e tretë. Mjafton. Edhe kjo kornizë është përplot me pjellje.
Dhe këtu shibuki zbrazët. Pjellja është perfekt, është pjellje e mirë, nuk është e keqe. Ves treja, gjendja e njëjtë edhe ana tjetër. Shohim kornizën e 4 me radhë. Edhe korniza e 4 është në pjellje. Shumë shpejt po i kalojmë kornizat. Korniza e 5. Kemi kujdes mbretëreshëm. Ja një. Dhe pasimi vesh nisni që buk mëgëci. Shojmë më vez apo pa vez? Pa vez. E këtu në skajni. Kjo koloni kërkon hapësirë. Nuk është se nuk kërkon hapësirë. Kjo është domethënë edhe qëllimi, instikti i rojës, i rojitjes, vetëm se ka filluar dhe bletat punëtore kanë filluar të zhvillojnë formimin e çibukëve të mbretëreshës, mirë po pa vezë, para përgatitje e që është lajmërim. Edhe kjo korniza është komplet me vezë. Është para lajmërim që ka nevojë për zgjerim. Një prej shkaktarëve agresuese është edhe kur është në gjendje që s'ka vend. Ti shkon e shqetëson, e ka hallin e vet edhe ne shkojmë e shqetësojmë edhe më tepër edhe. Mbretëreshën nuk kemi nevojë me pa, për shkak se ishte prezent, kishim prezent. Vezë, kështu që ja këtu kemi edhe që. Ketë me vezë është. Dhe komplet korniza është me vezë, me pjellet mbilur vezë, polen. Të kanë kele edhe 2 korniza, tek të cilat shpresojmë se ka pjellje. Si që thamë në fillim të epizodës, se muaj maj është muaj i rojitjeve të mëdha. Kolonit e forta zakonisht në këtë muaj rojisi. Varësisht nga zona ku jeni. Kolegë në Shqipëri kemi pa që kanë rojitje edhe në muajin prill. Edhe kjo është një kornizë perfekte, po shifet vetë edhe pjella. Apo jo Ali? Po, është. Ajo çka po varej diçka mungesë është mjalti. Domethënë kuror mjalti nuk kemi mbi kornizë. Për shkak se temperaturat janë të ftofta. Sidomos nata është e ftohtë. Kurse gjatë ditës nuk po kalojnë as temperaturën 24 gradë, që ka shumë rol të madh për pemt, për shkak se ditë se pemt në temperaturë mbi 24-5 lëshojnë nektarin. Kurse këto 3 javë të fundit kemi pas vetëm temperatura të ftohta me shi. Deri tash kemi 8 pjellje, kurse kjo korniza e 10 është me mjalt. Alil, po? Sa i përket vlerësimit tim, gjendje këtu si që kemi këtu, po ashtu dhe gjendjen që e pam në koshere, ka rrit 8 korniza pjellje, e stërmbushur me mis. Kjo koloni pa tjetër që duhet t'i vendosim katin e 2, sepse brenda 10 dite kjo mund vetëm edhe të shkojnë në instinkt rojitje dhe këtë mundësi ta ndalim. Kështu që i japim hapësirë me kohë dhe nuk e kemi dert për 3 javë radhazi. Ajo çka duhet bëjmë, siç kemi bën në një epizod vitin e kaluar, si ta ndalim rojitjen. Pra vendoset kati paralelisht ndalet rojitja, po ashtu edhe bletet nëse ka nektar domethënë e deponojnë në katin e dytë. Ajo çka duhet të kisha theksu është mos i vendosni më njëherë rrjetat kur i vendosni katin e dytë. Pse? Sepse e bllokoni mbretëreshën në katin e parë, ajo do ta mbushë katin e parë, nuk do të ketë mundësi ngjitet në katin e dytë dhe prap do të
nxit instinkt rojitje. Kështu që lenet e lirë të zhvillojë edhe pjellje e lartë, vetëm le të ketë nektar sepse ato e rregullojnë mjaltin si ç'din më mirë se na. Kështu që rjeta vendoset kur ka nektar të bollshëm. Duke bon kuptohet rrakadat e kornizave. Para se të fillojmë domethënë ta sillim katin e dytë, Halil do ta kisha cek teoretikisht se dy korniza me pjellje do të shkojnë në katin e dytë, kurse dy korniza bosh do të vendosen si kornizë e dytë dhe kornizë e nëntë. Mundet të vendosen si kornizë e tretë dhe e shtatë, por se tash për tash do ta vendosim sy të dytë dhe sy të nëntë. Kështu që do t'i largojmë dy me kohë. Kjo ishte e pjekur sa e pashun, Më harrova që u dash talojmë jashtë. Jo. Ka, po gjysash. Është korniza e tretë. Këto afër Alila, kemi katin e dytë po? Po. Pastaj do ta shohim në fund se si kemi intervenimin. Pjella vendoset në mes të kornizave. Në mes të kosherës, më fali. Këtu kemi një kornizë bosh që do të vendoset si kornizë e dytë. Okej. Perfekt. Ja këtu Alil, vetëm pak ti mosi se siç duket. Edhe një kornizë tjetër boshe, po të keni korniza të reja perfekt, po për momentin ne do të vendosim këtë kornizë, më thon drejtën se nuk kemi të gatshme. Bere. Rregulloj që. Ne kemi një kornizë me pjellje. S'ka rëndësi pse i kemi ndru radhën, ishte korniza e dytë, do të vendosëm korniza e tretë, nuk ka shumë rol, është me pjellje. Nuk është me mjaltë ose polen. Kur janë me pjellje s'ka shumë rëndësi. Perfekt, ta sillim edhe katin e dytë. Edhe të shohim se çka po ndodh në katin e dytë. Vetëm një sekondë të ndalim kamerën. Këtu kemi vendosur një kornizë me pjellje. Në mes, kornizën tjetër me pjellje. Edhe një herë, çka ndodh me katin e dytë? Në mes. Katin e dytë e vendosim me korniza të punuara ose të reja. Nuk ka shumë rëndësi, nëse keni korniza të reja, është më mirë, e sidomos nëse në katin e parë posedoni shumë korniza të vjetra, sepse kemi mundësi t'i ndrojmë. E plotësojmë 10 korniza, edhe 9 po t'i vendosim, s'ka s'prish punë, sepse ne kemi kriju hapësirë të mjaftueshme. Nuk ka, domethënë, mundësi të rrojisi. Nëse nuk i keni gati, edhe me 9 mjafton. Edhe sa i përket intervenimit në këtë koloni, kjo ishte e gjitha. Po të ushqeni, të paktën me 2 litra sirup do të ishte perfekt, e sidomos nëse vendosni korniza të reja, nëse ka nektar, nuk ka nevojë me ushqim. Por shpejtim të punës dhe punim të kornizave kuptohet sirupi i ndihmon njerëzisht. Normal që në fund një nga praktikat është edhe plotësimi i ditarit të bletarit. Kuptohet, të mos marrim kohë do ta plotësojmë ne pas kamerave. Kështu që për fund Alip do ta japim një konkluzion. Për momentin sa ta mbyllim kosherën. Atëherë, të nderuar miq të kanalit tonë Bletaria Shqip, kjo ishte edhe pjesa praktike të cilën ne e realizuam në këtë park. Atëherë shkurtimisht pajtim në qoftë se ka mundësi një rezume ose konkluz në fund se çka banëm dhe cila ishte arsye që e vepruam këtë. Siç e pat, ajo koloni fillimisht kishte 8 korniza pjellje, ishte stërmbushur me mis, kështu që patjetër se duheshte t'i japim hapësirë ashtu siç e pat në video. Çka kemi pas mundësi tjetër me bën? Nëse jemi bletari i ri dhe dojmë ndarje, pa të bëjmë numër më të madh të kolonive, kemi pas mundësi ta ndajmë në 2 pjesë, 4 pjellje me 4 pjellje. Po ashtu kemi mundësi edhe kur të ketë për shembull 12 pjellje t'i ndajmë tëra ndarje me 4 pjellje. Do të thonë kemi shumë mundësi manovrimi në muajin maj.
Kurse ne ajo që vepruam ishte përgatitja për kollosin. Pra i kemi dhënë kat për zhvillim më të madh, e parandalën rojitjen, po ashtu e ka edhe depon e mjaltit sipër. Diçka tjetër të rëndësishme është nëse dikujt i intereson si bëhen ndarjese ose shtesat, ne vetëm se kemi bën atë video para 2 viteve, të cilën mund ta gjeni në kanalin tonë. Ditëria shif, po. Atëherë nga kjo që pa mund të konkludojmë se kjo është puna kryesore sa i përket muajit maj, pra ndaljen e rojitjeve dhe dhënien hapësirë të kolonive të forta. Kurse kolonitë e dobta ose bashkoni ose ushqeni me sirup për përgatitje të kollosave të mëvonshme. Normal pajtim do të thotë në qoftë se vetëm se ndodh rojitja, atëherë është edhe një mundësi që të vendosni kurthe në përvende të caktuara që ta grumbulloni bletën e cila është vetëm se e ndal nga shoqëria e vet. Vendosni kurthe në vende të caktuara që të keni mundësi që atë roj ta mbani për vete dhe ta zhvilloni kolonien, domethënë kopshtin e bletarisë me një blet plus. Për video se si mund bëni kurthe për rojitje në kopshtin tuaj do ta bëjmë një epizod enkas për atë punë. Po. Dhe një pyetje që na ka ardhur shumë shpesh, a lejohet ta kthejmë rojitjen nga kolonia ku ka dalë? Dhe ne ju themi që po, lejohet, por me një kusht. Ta zgjeroni, t'i jepni hapësirë dhe jo thjesht ta merrni, ta vendosni edhe kaq. Por duhet të vendosen sidomos korniza të reja që t'i jepni punë asaj. Halim në mendoj se sa i përket kësaj epizode me kaq ta mbyllim, nëse nuk e di. Domethënë, shkurtimisht, kjo ishte, besoj që me kaq ne e përfundojmë edhe këtë epizod për muajin maj dhe gjithçka që keni të paqartë ose keni pyetje dhe dilema, po ashtu edhe kritika, lirisht të komentoni në kanalin tonë Bletaria Shqip dhe ne do të ju përgjigjemi në qoftë se kemi mundësi, në qoftë se jo atëherë do ta gjejmë dikun tjetër për t'ju përgjigjen. Por sido që tjetë, prapë përgjigje do të merrni. Po sigurisht. Por fund, nëse ju ka pëlqyer video, shtypini botonin like dhe subscribe. Mbeteni të përshëndetur, shihemi në episodin e ardhshëm e që ka të bëjë me muajin e ardhshëm. Ashtu. Mirëmbëjtje. Ditën e mirë.